Ukraina ka lëshuar 12 raketa dhe disa drone në rajonin jugor të Belogrodit, tha nga Ministria Ruse e Mbrojtjes Zyrtare lokal. Sipas autoriteteve ruse, sulmi i Ukrainës ndodhi në orët e para të 3 janarit. Guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov tha se situata vazhdon të jetë e tensionuar në Belgorod, ku Rusia tha se 25 civil, përfshirë 5 fëmijë, u vranë gjatë sulmeve ukrainase më 30 dhjetor 2023. Për sa i përket sulmit të fundit, autoritetet ruse nuk kanë treguar nëse ka viktima. Goldokov tha se gjatë ditës do të vlerësojë dëmin e shkaktuar. Përshkallëzimi i sulmeve të Ukrainës në Belgorod gjatë periudhës së vitit të ri vjen pasi Rusia ka kryer disa sulme masive në Ukrainë, që kur Moska nisi luftën e paprovokuar kundër shtetit qinj pothuajse 2 vjet më parë. Të martën, Kievi tha se Rusia kishte kryer mbi 300 sulme me dronë dhe raketa të ndryshme qysh nga 29 dhjetori. Belgorodi, sikurse të rajonet e tjera ruse që janë në kufi me Ukrainën, kanë përjetuar nivel të ulët të sulmeve nga nisja e luftës, por sulmet e 30 dhjetorit ishin vdekjepruse deri tani. Presidenti Vladimir Putin tha se këto sulme nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Autoritetet ruse thanë se një person u vra dhe 7 do të plagosen në këtë rajon të martën.